E kom pas një që ka dekën nuj, i gjalla kom, po e ka mojt nuj tash. A kom një me cigare i sosën, i minis në krysh Komoronit. Prap në kanalen, edhe aty kemi pas një maltretim për policëve, në balë si mi hinë dyrët janë ka të shkatru me gjune me loj armatime. Shprejë ngushlimet thella familjes që ka ndohë. Kërkoj falje që është kjo reportaj të ju bënë që 2 herë, po e kom bënë me pa senet negative që jo pse bëni që shëponi, e kom po një intervjist që e kanë bënë edhe një pej familjarve, edhe mu ka dokën shumë e pa arsyshme që mes me dalën me tërgu e realitetin që shka ndodhën komplet në gjarja. Në këtë pjesë e falendrej dhe familjen teme, grunë me gjithë fëmijët që është vërtet e madhe gjatë periudës luftës se kom rrezikue shumë edhe jetën e tyne që i falendrej dhe i përshëndesën pa mbështetjen e grusë e fëmijën atëherë i kom pas të vogël, nuk kisha mujtën komplet të ngjarën me bë. Në masakrët Likashanit unë vjen shumë ranë, se atëherë kom ndjej edhe sot e ndjej një humbje shumë të madhe të një familje shka ju ka ndodhur. Edhe pse janë në fshatrat ndryshme, po si masakri i Likashanit, unë vjen shumë keq që ka ndodhur ashtu. Kur kemi ardhur me nxesin e kopshëm në punë, se na kemi punuar, i mikohen mbi 20 shqiptar, ku janë ka dikun 7-8, mos me thonë 6 sërb që kanë punu, edhe kemi filluar kafën e mëngjesit ty bisedu për masakrën që ka ndodhur. Në ka shumë keq, edhe kemi vazhdu ditën, është e vërtet e madhe, unë në katën e 2 kemi laboratoriumin, atë ditë tomë ditën kom nejtë dritare të e këshyrë gjendjen, ku komplet kë institut akon i rrëthekun me forcat në dhojat të policisë, disa të nxyrosën me armatimet të ndryshme, disa me uniform të policisë Serbisë. Ka në ardhen 2 vetë prej Drenasit, a janë të Likashanit, a janë familjara, shka janë, une me njënë në një, po njënë nuk e një, edhe i kom pohë që janë silë shumë kesh policia me ta, këtu akon parkingi, që atje kanë pas kerën e parkirum, edhe ju më shkue të keri, shka ka të ti në orë me morë, po s'me na i dhonë, se po të do të me pas kamjene ato. Policia Serbisi ka pru këtu? Policia Serbisi ka pru, kur kemi orë, nanë me nëgjesi kemi gjetën konfumat në mërë. Qëtë që, në në djatë është dera ku akon edhe murgu, ku janë ka konfumat. Jëm dalë, kum bisedu me ta, ju kum thonë esni, e kum morën, ata ka necën, jëm shku të Gjamia Lapit, e kum morën taksista, se e kum ditë që taksistat janë atë, e kum morën taksistin, edhe kum ardhen, i kum ngarku, kum kanë dimu edhe shok të shqiptarë që janë ka aty, edhe kujdestari që janë ka Serbë në morë. Edhe këna pas maltretimet ndryshme, unë edhe shoferi, i kemi ngarku kufomat edhe i minisën. Të i shku e rrugës, që janë ka në ndjenë shumë e ranë, për Likashan. Kur i minisë rrugës, janë ka në ndjenë shumë e ranë, se kërri jonë, ne kërri policisë, ne ndime shpejt të tërkerë në rrugës, s'ka pasë. E kemi marrë edhe kemi shkue për Fushë Kosovë, Fushë Kosovës, ku në Fushë Kosovë ndalet Fushë Kosovës të pumpa benzinit, në ka nalë policia, edhe më kanë hypën kam janë mi nëmru edhe njëherë kofomat. Jëm dali, kum nëmru, i kum të thonë, jevla janë qasë, ke harru edhe vetën edhe shoferin, është e vërtet e madhe tani qashtë me qëto diskutim me ta, i minis në krysh Komoronit, prap në kanalen, edhe aty kemi pas një maltretim për policëve, tani ka dalë një oficer i tyne sigurisht se i ka kërsnu ata, neve në i ka aldhën dokumentet, edhe më ka thonë rruju me si ara ato, po shka asfaltit se kje edhe punktet të uqëkës rrugës. Është e vërtet e madhe, kur kemi shku të Feronikli, imi taku me ushtar tuqës, na kanë morën, na kanë qunë Likashan, se unë e kom dit Likashanin, po nuk e kom dit Kahmerat, edhe ata në kanë quet të këtena në Likashan, ku në Likashan, kur im shku atë, im hi të shpia kon në balë si mi hi në dyrët janë ka të shkatru me gjune me loj armatime,
edhe këna shku e kum parkiru kerën në mbrapa, në balt të shpis, akon një e gjanve, akon me ishëm, akon me bakti, nuk e di, po atë i kum marrë, i kum pregadit kofomat, edhe a hypën një djallë, e asësh presit i ka fotografue, edhe Hamidja akon me atë gazetaren, une e kum pa plakën ullë në obër, edhe më ka pa ty kaj. Thash ka ki, thash po mërzitna, thash se shumë, 25 antarë të familjes. Kur e kum pa plakën ty kaj, jem shkue, tha unë jam nona atyne. Thash, ranë, tha po ranë djali jem, tha po këto i ka lufta. Une nuk kum pas mundësi mi jo bo darsën të madhë dhe këtyne, po që të vërrim pja vaj shumë të madhë. Edhe i kum marrë, i kum fotografu, i kum shprazë konformat, edhe jëm nisën me këthy për Prishtinë, ko ndërko kanë ardhën njerës që këshin marrë pjesën në vërrim, e kum u shkamju në plot, i kum marrën, i kum prun të këtena në Zabel pak pahin në krysht Komaranit, për arsyes se s'kum godzu me shti në krysht Komaranit, për shkak të kampit që a ka atë, edhe jëm këthy marrë në Prishtinë. Masakrët që kom pona për kofoma tjera e poshtërësit që i kanë pone, këto nuk janë kanë kofoma të maltretume qatë shumë. E kom pas një që ka deken nuj, i gjalla kom, po e ka mojt nuj tash, qështë ka rëdzu, qështë ka mojt unë, kur jëm shku atje, e kom lypen atë ven, ko është në uj, e kom gjetë një posë shumë të vogën. Tash qështë ka mujt me myt ata aty, nuk e di, a kom një me cigare i sosën, ko është e vërtet e madhe se unë kur jëm shkue, jëm dal, jëm shëtite në asadje, më ka interesue shka për gjonja asadje, qfar armatimja, qfar pluma ato, e kom gjetën keset vogla, me plumën të bardh, o të qyshin që kanë pas plumën të bardh, edhe shfrica, të vogël. Edhe ato ja kom thonë që ti gazetarit të asësh presi. Vërrimi o ka shumë i madhë, është interesant, ka pasën informata polici i kryshit Komaranit, nuk e di, po aj mund ka thonë që mbi 50.000 veti kemi pjesëmarrës në vërrim. Ruju se ka informata që policia Serbisë është të i quë konformat për Likashaj. Edhe është e vërtet, unë jim nalën në krysh të Komaranit, edhe jim nalë të Feroniklit. Të Feroniklit që është tërgova, e kom taku e punktën e Oqëkës, edhe ata më kanë morë, më kanë përcjellën të këtena në Likashaj. Drejt me tërgue, është kohë e gjatë, kërkojnë ndjesë edhe njerë familjarëve, se është ranë me mas ka shumë vite me përjetu edhe njerë ato, po për shkak të sinceritetit edhe të njerëzve që dojnë me ditën realitetin e në ngjarje në Kosovë, se nuk e kam letë që e kom thonë. Gjithshysh e kom bo me ndjenjen më të madhe njerëzore për shkak të vetë kombit tim, se sa përfitime më të madhë e kom pasë që unë e kom pështu adet që i kom qu konformat edhe i më këthuj prapë të familja jam. Kështu që i sigurej gjithë njerëzit tjerë që me ndojnë se përfitimi maj madhe jam e akon që qato konforma nuk i kom lanë më shkue edhe më vërros sukur shumë konforma tjera që i kemi nuk e dim asë venin këndodhë. Për këtë arsy, përfitimin e madhe kam qaton që kom bo edhe jem këthuj të familja jam shnash.